imagjinojnë se çfarë ndodh kur ideologjia bëhet vend shpëtimi, kur shteti bëhet i përkulur dhe qeveria përdor njerëzit dhe njerëzimin e tyre për të tejquar frikë në të gjithë popullin. Ka një histori të thellë që i bashkon popujt tona me kapituj që kulmojnë në kohët erta të Holokaustit, që shtrihet në shekuj hebrejnë që vinin në brigjet tona pas shkatrimit të tempullit. Familje që kërkonin stre në vendin ton prapë, kur Europa u kthye sërish në një nga impulset e saj më të rënda dhe më të thella, urrejtja për hebrejt. Në vitet e 30-ta një hebre amerikan u kthye për si pjesë e një programi shkuajti në report për Kongresin Amerikan se Shqipëria mbajti pjesë në Europë, një vend që dokumentohet si një vend stre për hebrejt, një qendër shpëtimi në Europën lindore. Ai vuri re se pluraliteti fetar i Shqipërisë në prakticitet dhe jo simbolik, musliman, ortodoks, katolik dhe hebrejt jetonin brenda një kornize ku feja nuk vendoste besimin civil dhe Shqipëria i theksoi mund të konsiderohet si një vend i duhur për stre për hebrejt ku asnjë limit social apo ligjor që ndronte për hebrejt. Pikërisht në ato vite përpara luftës ku antisemitizmi po ngrihej në Europë, Shqipëria shkoi aq sa njohu Shabatin si një drejtë njerëzore komunitetit hebre, duke u bërë një vend i vetëm në atë pjesë të botës sonë që në mënyrë ligjore bashkonte punojësit publik dhe privat që të respektonin Shabatin. Dhe gjatë Holokaustit, kur i dërguari nazist kërkoi një listë hebrejsh dhe varka, përfaqësuesi i vendit ton deklaroi me fjalë që duhet të nguliten në gur, mund të merrni varkat, por jo hebrejt. Varka ishte atyre për të marrë, hebrejt ishin tanët për të mbrojtur. Kjo nuk është legjend, kjo është Shqipëria, ku hebrejt nuk u fshehen nga shoqëria, por u fshehen nëpërmjet shoqërisë. Ajo që di unë, rabinët mund të shpjegojnë gjërat më të vështira me fjalët më të thjeshta dhe edhe mund të tejçojnë mrekullira. Jo, ka nevojë vetëm për një fjali. Nga ligji jon i parë i shkruar, kodi mesetar i nderit, shtëpia e shqiptarit. Shtëpia e shqiptarit i takon pritësit, por edhe të ftuarit. Kur i ftuari troket në dorën tënde, të huajin duhet ta mbrosh. Në kodin ton, nëse tradhton të panjohurin që të troket në derë, është më e turpshmja. Më mirë të vdesësh se sa të lësosh vendin tënd. Hebrejt ishin të ftuarit e Shqipërisë me frikën e vdekjes të krijuar nga njerëzimi, ata prekën tokat tona për shqiptarët, edhe për më tepër për shqiptarët musliman, që në atë kohë përbënin një mazhorancë të madhe, zgjedhja ishte shumë e madhe, zgjedhja ishte shumë e qartë, më mirë të vdisnim sesa të dorëzonim hebrejt tanë.
Thank you. This luminous chapter Ky kapitull ndriçues i historisë shqiptare carries a message mban një of mesazh pressing relevance for today's world. të rëndësisë shtypse të kohës së sotme, në botën e sotme. Bota e sotme duhet të kujtohet edhe një herë, Hannah Arendt taught us with ruthless clarity. me qartësi të tmerrshme se e liga Not demonic or spectacular. nuk shfaqet spektakolare dhe demonike, por e përditshme, e zakonshme. Evil E liga is simply banal. është thjeshtësisht banale. Tragedy of the Holocaust Tragjedia e was Holokaustit not only the cruelty of a few, nuk ishte vetëm dhimbja e një it was the pjese, passivity of the many. po ishte pasiviteti i të But in one shumtëve. small country, our Po në një country, vend të the vogël si opposite vendi ynë, happened. e kundërta Our ndodhi. people were poor. Njerëzit tanë ishin të varfër. They lacked power. Ata nuk kishin They fuqi, had no army nuk kishin ushtri, or any strategic border. apo një kufi But they strategjik, possessed something por zotëronin infinitely diçka more precious. pafundësisht më të vlefshme moment in history, për atë moment në The histori. ability to see a Aftësia human face për të parë një and fytyrë recognize njerëzore the dhe moral të njohësh detyrimin moral, When others delivered their Jews kur të gjithë dorëzonin hebrejt e tyre, neighbors fshinjt, to the authorities, Albanians delivered them to safety. autoritetet When shqiptare i obedience dorëzuan became ata the në siguri. silent ally of evil, our grandparents choose the Gjysërit perilous path tanë of responsibility. zgjodhen detyrën, përgjegjësinë morale dhe duke bërë këtë ata Just the mbajtën tiny corner of Europe human. At a mbajtën time një when pjesë e humanity Europës njerëzore. itself was disappearing day after day. Aty ku njerëzimi po humbiste ditë pas dite. Kjo nuk është një copës zbukurimi, por është një kompas kjo histori që po të regoj, që duhet të ndjekim. Nëse duam të qëndrojmë me peshën e dhuratës së jetës dhe ta vlerësojmë se një dhuratë në këtë tokë, që njerëzit, që fëmijët tanë dhe fëmijët e tyre të mos vuajnë nesër për atë që pa të munges kurajon e djeshme dhe nuk mund të ta mësonim për nesër. Për këtë arsye Shqipëria është pari vend në Europë që kaloi legjislacion të ri kundër antisemitismit, pse i kemi integruar edukimin e Holokaustit në shkollat tona dhe pse po ndërtojmë tani në Europë, në mes të Europës, dy hapësira kulturare specifike të frymëzuara nga forca gravitacionale e shëmbujve të dhënë nga gjyshërit tanë musliman dhe të krishterë që rrezikuan jetën e tyre për të mbrojtur jetët hebreje, por nuk është vetëm për hebrejt, por edhe për njerëzimin. Dhe jo njerëzimin si total, si një fjalë përgjithshme, por për njerëzimin, njerëzillëkun tonë. Prandaj qëndron për shumë vite kur Shqipëria jep mbrojtje për 7.000 qytetarë iranian, që regjimi iranian e vendosi jetën e tyre në mjaft rrezik dhe nuk është se ishte pa rrezik për ne. Dhe nuk është as pa rrezik sot për të qëndruar njerëzor kur njerëzimi është në presion. Nuk është asnjëherë pa rrezik. Në të kundërtën. Dhe pikërisht se morëm rrezikun disa vite më parë, Shqipëria vuajti një sulm të madh kibernetik i drejtuar nga Irani për të shkatëruar infrastrukturën tonë digjitale. Ne rezistuam dhe ata nuk të i kaluan. Dua t'ju them, na than miq të fuqishëm që të mos reagonim më tepër kundrejt Iranit sepse janë të mëdhenj, janë të rrezikshëm. Por ne i dhamë personelit iranian në ambasadë vetëm 24 orë që të largonin dhe prej me dhe të fije të hollë, floku, komunikimi dhe marrëdhënie me ta. E nuk do ta konsideroj asnjëherë si islamike, sepse Islami është dashuri. Islami është dashuri dhe bashkim, por nuk është ai regjimi në Iran. Nuk është e shkruar këtë, por dua të bëj atë që bën Bibi gjatë gjithë kohës, dua të dalë edhe unë nga fjalimi im i shkruar dhe të them atë që do të them tani. Një mik i madh joni, bashorti i të cilës është iranian,
Më tha disa ditë më parë në një treg në Teheran, People were njerëzit inside ishin brenda and fire was put dhe zjarri ishte while the market vendosur, was surrounded by the kur tregu assassins. ishte i rrethuar nga vrasësit dhe njerëzit Or to be burned by the kishin flames zgjedhjen inside the ose market, të or to be killed digjeshin nga by the flakët në treg, ose të vriteshin në dyert e tregut që po i prishin vrasësit. Por pyetja ime këtu është kjo: si ka mundësi that while the që teksa global media media ndërkombëtare flet për killed in 3 days, 35.000 there's no gathering in any square in Europe, njerëz të vrarë në 30 ditë, the Ayatollahs, and to nuk call ka for asë the një end of shesh the regime. në Europë që t'jetë kundër ajatollave dhe të thërras rënjen e këtij regjimi. It's a question that is not for you to answer, of Është një course. pyetje, por nuk është You know për të the përgjigjur answer. nga ju e dini përgjigjen. And as we offered protection to those targeted Dhe kur by the japim mullahs ndrim of Tehran, atyre të shënjesurave nga mulat e Teheranit, other thousand Shqipëria u bë qendër për 5.000 të tjerë që shënjestroheshin në Kabul gjatë kaosit të shkaktuar nga forcave many others të kundërta në Afganistan, kur shumë vende të tjera më të mëdha dhe më të pasura kthyen kurrisin, been there. pasi qenë aty, pasi kishin premtuar aty për liri, demokraci, liri të drejta për gjithë, dhe pasi Wash their cars, drive their cars, clean their i houses. lanë aty që i pastronin makinat, që i pastronin shtëpit, ata thjesht u zhdukën. Perhaps because Ndoshta the best and the sepse brightest of Kabul society më të were not mirët white enough. e më të zgjuarit e shoqërisë së Kabulit nuk ishin të bardhë mjaftueshëm ose më tepër musliman se ç'duhet për ne jemi të bekuar Network of solidarity, të ndërlidhemi në një finance, logistics, connections. network solidaritetit të jashtëzakonshëm Hurricane. And it was not the US government. që bashkohet ndër dete, nuk ishte organizuar, por ishin And from qytetarët amerikanë nga cili do aspekti i jetës dhe politike që mobilizuan njerëzimin e tyre për të shpëtuar jetën në një lidhje duar së jashtëzakonshme, duke krijuar lidhjen Amerikë-Shqipëri-Katar, kur kryeministri i kohës u bë një kull dhe kontrolluar e shpresës dhe ktheu aeroportin në Dohas në një rrugë shpëtimi për te jetës për mirë njerëz që u mirëpritën me let me assure you dashamirësi në Shqipëri. Më lini t'ju siguroj që nuk jam këtu zoti not only because e ndaloft që t'i jap moral kujdo, jo sepse vendet si voglat si të mijat nuk japën, nuk bën moral apo leksione, sepse na japin leksione gjatë gjithë kohës, por sepse besoj që ata që japin leksione Izraelit nga larg kanë një rrezik shumë të madh për të mos qenë të drejtë, por të jenë thellësisht I strongly believe that të padrejtë. peace is never about Dhe unë besoj vërtet se të kërkosh paqe nuk ka të bëj me sa i keq apo i pabesueshëm është ana tjetër, por sa i besueshëm, me sa besim qëndron tjetri përpara in which ti. a one-of-a-kind world leader such as Sheikh Mohammed bin Zayed broke Si with long Sheikh ages of Mohammed bin conflict Zayed, and i cili është i jashtëzakonshëm, destruction, nuk e lejon shkatrimin dhe i mësoj botës me shembuj that God is on se our mbajnë side. kohë mend që Zoti është në anën tonë. On the other side, Por edhe në anën we are tjetër, brave enough to dhe realize jemi that under heaven's eye, guximtar mjaftueshëm të kuptojmë që në këto lidhje të forta jemi të gjithë në të njëjtën anë të paqes. is not merely a possible Dhe paqja path nuk është thjesht një rrugë e mundshme drejt e ardhmes, only possible por është e vetmja the future. vetmi bulevardi së ardhmes. I firmly believe that Dhe më tepër se kaq, besoj vërtet se kush çfarë bëri këtë dritare mundësie të jashtëzakonshme glorious moment of the Middle East është lulëzimi happening in your neighborhood. në mesjet që ndodhi në Nice. What lagjen tuaj, që ndronë në sytë e mi se çfarë ndodhi në Europë, kur leadershipi vizionari i inspiruar nga moderniteti dhe bukuria e ktheu of the Renaissance. e Israel is ktheu no longer alone in seeking transformation, innovation, and global leadership for the Izrael future nuk është vetëm, in po this part of kërkon the world.
zhvillim, inovacion në këtë pjesë të botës, që nga rrugët e Riyadit deri në oazat jeshile të Abu Dhabit edhe në brigjet me ujë të Dohas, dikush e ndjen frymën e ndryshimit që mund të bëhet vetëm me arkitekturën e spektaklit të ndërtuar në shkretë të tjerë. Arabia Saudite me liderit e saj të rinj vizionar që kujton Firenzen dhe ndërtimin e saj, po ndryshojnë. Arabia Saudite me një shpejtësi të jashtëzakonshme, Emiratet e Bashkuara Arabe e kanë vendosur veten e tyre në krye të leadershipit të agjendës jeshile si një përgjegjësi sociale përtej kufive, përtej gjuhëve, përtej teksa Katari and far-sighted Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani has made Sheu e ti ka bërë një hedhje të jashtëzakonshme në skenën globale fal modeleve. Role model woman, his sister Sheikha Mayasa, Omani is becoming a major laboratory for next generation. Është bërë një